Përshëndetje, miqteni. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Përse nuk bën një zgjidhje personi juaj I zemrës? Pra, përse nuk bën një zgjidhje në këtë histori? Një zgjidhje. Pra të vendos. Përse nuk e bën? Dhe kjo letër më doli në fund të tarotëve, sepse personi juaj nuk zgjidh dot këtë histori, sepse është në një lidhje toksike, në një lidhje me energji negative. Është I menduar, shumë I menduar, do të filloj një kapitull të ri në jetën e tij. Kulla e tij është e thyer, pra ka marrë një goditje nga kjo lidhje toksike, por thot shumë shpejt ai bën një zgjidhje, sepse kalorësi I shpatave tregon një lajm të shpejt që vjen drejt jush për të bërë një zgjidhje. Është shumë I lënduar në këtë histori të tij toksike, shumë I lënduar. Ëngjëlli I mbrojtës është njëri I drejtë, ëngjëlli I mbrojtës e mbron në këtë energji. Jeni në një lidhje të fshehtë dhe hëna e plot ju mbron me dritën e saj. Dhe njerëzit negativ I largon nga jeta juaj. Është shumë njeri pozitiv, është me këmbë në tokë, merr rrugën për të ardhur drejt ju, për të bërë zgjidhjen e tij përfundimtare, që të zgjidhet shumë shpejt kjo situatë. Ky merr këtë vendim, mbreti I shpatave, merr këtë vendim, vendos, ka komandën me vendimin e tij për të ndryshuar këtë luftë që bën brenda vetes tij. Është I dashuruar shumë me ju, mbreti I kupave më tregon që keni një energji shpirtërore të fortë, shumë të fortë, dhe jeni shumë të drejtë me njëri tjetrin, jeni shumë të pastër. Largësia gjithmonë e mërzit, do se zbën që të ketë pranë, dhe mediton për të reflektuar brenda botës së tija, sepse ti për të je vërtetëresha e monedhës, femra e tij ideale. Pra bën zgjidhjen, shumë shpejt ky zgjidh situatën në të cilën është për momentin. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërma të alfabetit? Me gërmën A, H, me gërmën B, me gërmën O, me gërmën S, me gërmën S, me gërmën P, me gërmën T, R, E, J, me gërmën Z, R, Sh, K, me gërmën L, me gërmën E, me gërmën A, F, dhe me gërmën F. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Ligjëreshën, Shigjetarin, Peshqit, Briksjapin, Peshoren, Binjakët, Denin, Luanin dhe me Akrepin. Faleminderit shumë, miqtë mi, mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.